Zëri i lirisë. 80 vite më parë, pas dy luftrave botërore që lanë pas miliona viktima, bota kuptoi se pa bashkim, pa dialog dhe pa respekt për jetën njerëzore, nuk mund të ketë paqe. Në këtë frymë, më 24 tetor 1945, u themelua Organizata e Kombeve të Bashkuara, OKB, me një mision të qartë, të ruaj paqen, të mbrojtë të drejtat e njeriut dhe të promovoj dinjitetin e çdo populli. Prej asaj dite, flamuri i kaltër i OKB-s është bërë simbol i shpresës, i ndihmës, i solidaritetit dhe i besimit se bota mund të jetë më e drejtë. Nën këtë flamur janë mbrojtur fëmijët e uritur, janë strehuar refugjatët e luftës, janë shpëtuar jetë nëpër misione humanitare, janë mbështetur kombe të vogla për të ruajtur pavarësinë dhe lirinë e tyre. Por mbi të gjitha, OKB-ja është ngritur si zëri i ndërgjegjes njerëzore, që kujton botës se pa respekt për njeriun nuk mund të ketë as paqe të vërtetë. Sot në 80 vjetorin e saj ne e kujtojmë këtë mision fisnik, të jemi bashkë, të dënojmë padrejtësitë dhe të ngrem zërin për ata që nuk mund të flasin dot vetë. Zëri i lirisë është pikërisht ky zë, një kujtesë, një thirrje dhe një premtim se asnjë krim ndaj njerëzimit nuk mund të mbetet i fshehur. Organizata MEK, nga premtimi për liri te krimet kundër njerëzve. Por ndërsa OKB-ja u krijua për të mbrojtur jetën dhe dinjitetin, në pjesë të tjera të botës lindën lëvizje që përdoren maskën e lirisë për qëllime të errta. Një nga këto ishte organizata Mujahedine Khalq MEK, e themeluar në vitin 1965 në Iran me pretekstin e luftës kundër diktaturës dhe kërkesës për drejtësi. Në fillim, ajo pretendonte të ishte një lëvizje revolucionare, por shumë shpejt u kthye në një strukturë të dhunshme, sektare dhe të mbyllur, që përdori terrorin si mjet politik. MEK ka marrë përgjegjësi për qindra sulme terroriste përfshirë vrasjen e civilëve, ushtarëve dhe intelektualëve iranian. Pas revolucionit të vitit 1979, organizata humbi mbështetjen e popullit dhe u strehua në Irak, ku për dekada mori ndihmë nga regjimi i Saddam Huseinit. Gjatë luftës Iran-Irak, ajo luftoi për krah armiku të vendit të vet, duke kryer operacione kundër ushtarëve iranian dhe civilëve, një akt që shumë e konsiderojnë tradhti kombëtare. Por krimet e MEK nuk ndaluan vetëm në Iran.
Brenda vetë organizatës, qindra isha anëtar kanë dëshmuar për izolim, ndarje familjare, manipulim ideologjik dhe ndëshkime brutale ndaj kujdo që përpiqej të largohej. Familjet e tëra u shkatëruan, prindër e fëmijë u ndanë me forcë për dekada, shumë humbën jetën në kampe të mbyllura, larg çdo kontakti me botën. E vërteta që doli në dritë, Shqipëria. Në vitet e fundit, qindra isha anëtar të MEK që ndodheshin në Europë dhe në Shqipëri kanë treguar historitë e tyre të dhimbshme, për jetën nën kontroll të hekurt, për frikën dhe për abuzimet që kanë përjetuar. Në vitin 2023, autoritetet shqiptare ndërhyn në kampin e MEK në Mans, pas shkeljeve ligjore dhe veprimtarive të dyshimta që kërcënonin rendin dhe sigurinë kombëtare. Gjatë operacionit, pati përplasje me policinë shqiptare, ku disa anëtar të MEK kundërshtuan me dhunë kontrollet e linjshme të forcave të rendit. Ky moment shënoi një kthes. E vërteta filloi të dalë në dritë. Bota pa fytyrën e vërtetë të një organizate që prej dekadash fshihej pas propagandës së lirisë, ndërsa brenda ushtronte kontroll, izolim dhe frikë. Sot, zëri i lirisë ngrihet për ta kujtuar këtë të vërtetë, për ata që humbën gjithçka në mashtrimin e një ideologjie të rreme, për nënat që ende presin fëmijët e tyre, për njerëzit që ende kërkojnë të afërmit e humbur. Në këtë ditë, kur bota kujton 80 vite të Kombeve të Bashkuara, ne ngrem zërin për drejtësi dhe për kujtesë, sepse pa drejtësi nuk ka paqe, sepse pa të vërtetën nuk ka liri. Zëri i lirisë do të dëgjohet.